Ky njeri, Albin Kurti, nuk është në nivelin e detyrës, ka mungesë kompetence dhe nuk di të qeverisë. Të dashur vëllezër dhe motra, sot po ju drejtohem të gjithëve, por veçanërisht gjeneratës time, dhe veçanërisht gjeneratës time që jetojnë jashtë Kosovës, që jetojnë në Mërgat. Në politikë ka shumë fjalë, por në fund të fundit janë faktet ato që flasin. Dhe sot nuk po flas unë, sot po flet një institucion që askush në Kosovë nuk mund ta shpall armik politik apo kundërshtar. Po flet Parlamenti Evropian. Kjo është veçanërisht për juve që jetoni dhe punoni në Europë. Ja çka thot Evropa për neve, ja si na vlerëson Evropa neve dhe shtetin tonë. Raporti i fundit i Parlamentit Evropian për Kosovën është një dokument që duhet na bëjë të reflektojmë seriozisht për drejtimin në të cilin po shkon vendi ynë. Sepse përtej deklaratave politike dhe përtej propagandës së përditshme, ky raport jep një pasqyrë shumë reale të gjendjes së institucioneve në Kosovë. Dhe kur ky raport lexohet me kujdes, del një përfundim i qartë. Pavarësisht retorikës së përditshme të qeverisë Kurti, progresi është i kufizuar dhe dështimet janë serioze. Ky njeri, Albin Kurti, nuk është në nivelin e detyrës, ka mungesë kompetence dhe nuk di të qeverisë. Gjenerata jonë numerikisht janë shumica e popullit. Faktikisht jemi pjesa më vitale familjeve tona, andaj ju lutem shumë, me mendje të kthjellët, ta orientojmë Kosovën drejt të ardhmës që e meritojmë. Fëmijët tanë, familjet tona. Ky raport nuk është opinion, ky raport nuk është propagandë, ky raport përfshin fakte të pamohueshme. Dhe çfarë thon këto fakte? Raporti përmban një formulim që duhet na shqetësoj seriozisht. Viti 2025 cilësohet si vit i humbur për Kosovën, një vit i humbur për reformat, vit i humbur për shpresën tonë. Raporti evidenton gjithashtu një zhvillim tjetër tepër shqetësues. Kosova ka psu rënje në indeksin global të korrupsionit për vitin 2025. Jemi në vendin e 76. Lufta kundër korrupsionit ka qenë premtim kryesor i Albin Kurtit, hajnat në burg. Tash prioriteti kryesor po fillon të humbas pozicione në indeksin global të korrupsionit. Pra, korrupsioni po rritet. Ku janë rezultatet e luftës kundër korrupsionit? A janë hajnat në burg apo në qeveri? Raporti flet për një rënje shokuese të lirisë së mediave. Kosova ka rënë me 24 vende në indeksin botror të lirisë së shtypit. Kemi qenë në vendin e 56 në vitin 2023, pastaj në vendin e 75, tani rënditemi në vendin e 99. Po i themi rënje, po kjo nuk është rënje, kjo është rrëzim, kjo është përplasje nga kati 24. Kjo është një goditje për çdo gazetar. Të merrohem kur e shoh se si mediat nuk po flasin. Ndoshta nuk po guxojnë. Raporti shpreh shqetësim të madh për sulmet dhe kërcënimet ndaj gazetarëve dhe punonjësve të mediave. Po ashtu kritikuan përpjekjet për të politizuar institucionet e pavarura, përfshirë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe Komisionin e Pavarur të Mediave. Këto janë institucionet që duhet të funksionojnë mbi bazën e pavarësisë dhe profesionalizmit. Me fjalë tjera, kjo qeveri po don me kthy dhunshëm mediat e pavarura në zëdhënës të qeverisë. Raporti e lidh këtë vit të humbur gjithashtu me një paralizë të procesit politik gjatë vitit 2025. Kjo paralizë ka prodhu bllokim të reformave politike dhe ekonomike. Pra në vend që të avancojmë institucionet, vendi është përballë me stagnim. Në vend të reformave të premtuara, kemi një proces politik që nuk ka prodhu rezultate konkrete. Raporti përmend gjithashtu dështimin për zbatu planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Ky është një plan, një nga instrumentet kryesore për shpejtuar zhvillimin ekonomik dhe integrimin e rajonit tonë. Pra, mosbatimi i tij përbën një sinjal serioz për mënyrën se si menaxhohen mundësitë të cilat i ofrohen Kosovës në procesin e integrimit evropian. Pra, ne nuk po duam të avancojmë. Ku vendi ka dështu të kryej punën e vetme për çka është zgjedhur.
tash prapë na çojnë në zgjedhje, edhe pse i morën mi 51%. Sa përqind i duhen Albin Kurtit për me ju dal ballë përgjegjësive që i ka marrë? A i duhen 100% votave për me marrë guximin, me dalë me tregu çfarë marrëveshje të tradhtisë kombëtare është dakordu me Serbinë në Ohër? Tutje raporti thekson gjithashtu se zbatimi i strategjisë për sundimin e ligjit mbetet i kufizuar. Korniza ligjore ekziston, por zbatimi është i pamjaftueshëm. Po ashtu evidentohet se ka vonesa të theksuara në zbatim të reformave të institucioneve kyçet sistemit gjyqësor dhe prokurorial. Në fushën ekonomike, raporti vlerëson se Kosova është vetëm modestisht e përgatitur në politikë ekonomike dhe monetare. Ky është një vlerësim që nuk i reflekton ambicjet që shpesh dëgjohen në diskursin politik të brendshëm të qeverisë. Kemi dëgjuar të thonë se po flamë në të ngjell ose që Kosova do të bëhet Zvicër. Jo, ndryshe po tregon Europa. Po ashtu evidentohet një problem në transformimin digital të administratës publike. Veç 10% e shërbimeve publike ofrohen aktualisht online ose janë digitalizuara, në një kohë kur shumica e vendeve evropiane ka avancu dukshëm në këtë drejtim. Ky nivel tregon ritëm shumë ngadalshëm të modernizimit institucional. Të dashur vëllezër e motra, në politik mund të fitosh zgjedhjet me slogane, po nuk mund të ndërtosh shtetin me slogane, sepse shteti ndërtohet me institucione të forta, me media të lira, me drejtësi të pavarur, me administratë profesionale dhe mbi të gjitha llogaridhënie ndaj qytetarëve. Raporti i Parlamentit Evropian nuk është sulm ndaj Kosovës, është pasqyrë e qeverisjes tonë, dhe në atë pasqyrë e shohim një realitet që propaganda po mundohet të na e fshijë e të na e fsheh. Sepse në fundit, një qeveri mund të kontrollojë narrativen për një kohë, por nuk mund të kontrollojë të vërtetën, dhe kur e vërteta shfaqet një vërtetë e pamohueshme. Integrimi evropian nuk matet me deklaratat e zyrtarëve nga vetëvendosje, matet me reforma reale dhe me institucione funksionale dhe me rezultate konkrete për qytetarët tanë.